Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e Luanit. Luan, në javën e parë të dhjetorit, ju shoh të mendueshëm. Do të jetë një javë që ju shikoj të ngarkuar nga ana emocionale. Shikoj që jeni duke kaluar diçka që ju ka mërzitur, diçka që ju ka mbetur, për disa Luan mund t'ju ketë mbetur si peng, mund t'jeni bërë pishman për disa gjëra, do të kujtoni shumë detaje, biseda që mund të keni pasur, ngjarje, komunikimi si ka qenë mes jush. Edhe kjo do të ndodhë sepse në javën e parë kemi hënën e plotë. Hëna e plot gjithmonë i sjell emocionet tona, çfarë ne kemi të mbledhura në nivel subkonscience, në nivel të thellë emocional, i sjell në sipërfaqe, plus që kjo hënë e plot me datë 4 dhjetor është në binjak, që na bën të mendojmë, na bën që të analizojmë. Dhe mund t'jetë diçka që ka të bëj me një shoqëri të ndërprerë për disa Luan. Mund të keni pasur një shok ose një shoqe prej vitesh, mund të keni qenë shumë të afërt me njëri tjetrin, jeni shkëputur, keni pasur një zënk, një debat, gjërat janë mbyllur, tani mendoni, i analizoni të gjitha, më tha këtë, i thash këtë, po sikur kisha thënë diçka tjetër, po sikur ta kisha menaxhuar në një mënyrë tjetër. Mund të kujtoni edhe ngjarje nga e shkuara, mbaj mend që edhe atëherë u soll në këtë formë, kur unë kisha një rast, nuk më erdhi apo diçka ndodhi. Pra një analizë e ngjarjeve gjithçka. Për dikë mund të jetë edhe një situatë, një hatërmbetje që ka të bëjë me një person të familjes, me një person që jeni të lidhur. Keni lidhje gjaku, një person i cili po është shumë i rëndësishëm, ndoshta nuk komunikoni më, dhe e vuani, analizoni, mendoni, mund t'jetë një nga ato situata që është një person i afërt familjar dhe është diçka që ju nuk e shkëpusni dot, e dini që në një moment ose në një tjetër prap do arrini të komunikoni me këtë person, po për momentin gjërat janë të ftohta, janë në një situatë të tillë ku keni distancë dhe nuk komunikoni. Për disa Luan mund t'jetë një çështje që ka të bëjë me një ish partner ose partnere nga e shkuara, me një person që ju keni qenë të lidhur, ka ndodhur diçka, mund të jetë përfshirë edhe një person i tretë, mund të ketë ndodhur një tradhti, një situatë që ju tani e mendoni, analizoni me kujdes, por është një gjë që ju ka mbetur si shenjë, nuk e keni kaluar akoma plotësisht, është diçka që kalon gjurmë në jetën tuaj. Dhe kjo java e parë e dhjetorit do t'ju bëj që ta rikujtoni të gjithë situatën dhe Luan të ndryshëm do të kenë emocione të ndryshme. Dikush do të bindet, do thot po e mbaj mend që ky person më ka bërë këtë dhe mora vendimin më të mirë që nuk i flas më. Dikush mund të ketë momente që mund të bëhet pishmane dhe thot mund ta kishit edhe ju me veten tuaj do mendoni që mund ta kishit menaxhuar më me qetësi, pa impulsivitet, mund t'ishit treguar më të drejtë dhe ndoshta raporti mes jush mund t'ishte shumë herë më pozitiv dhe mund të vazhdoni të komunikoni bashkë. Varet situata për persona të ndryshëm, po ju shoh të ndjeshëm, ju shoh të mendueshëm shumë gjatë kësaj jave. Java e dytë pastaj do të jetë një javë më e lehtë, një javë ku volumi i punës dhe ngarkesa që keni pasur më përpara do t'ju ulet, do jeni më të lehtësuar, do ndiheni më mirë, gjërat, planet për fundin e vitit, përgatitjet, gjithçka e keni situatën në kontroll, ndoshta edhe në punë pjesa e ngarkesës nuk është aq e madhe në këtë kohë. Do jetë një periudhë pauze, një periudhë relaksi, një periudhë pushimi. Shikoj edhe diçka që lidhet me këtë situatën nga java e parë të kujtimeve të javës së parë, pavarësisht se gjërat kanë shkuar si kanë shkuar. Unë prap shoh që ky person ju ka sjell ngarkesë, ju ka sjell stres, ju ka lodhur, ju ka munduar Luan. Dhe mund të kesh keqardhje nga ana emocionale sepse ke kujtime, mund të kesh kaluar edhe gjëra të bukura që e kujton, po nga njëra anë në javën e dytë sidomos do të thoni
fakti që s'është më në jetën time ky person sikur më ka lehtësuar, sikur i është hequr një barë me mbylljen e kapitullit me këtë person, me faktin që nuk flisnin, që nuk komunikoni, sepse ka pasur gjëra pozitive dhe kujtime shumë që mund të keni pasur, por ka pasur edhe anë të tjera që ju ka stresuar, ju ka lodhur, ju ka ngarkuar më shumë se ç'duhet. Po unë shikoj që keni support, keni dashuri, keni mbështetje. Dhe shikoj, dhe ky është një mesazh specifik, nuk vlen për të gjithë luanët, po për disa kjo çështje ka të bëjë me faktin që ju jeni në një marrëdhënie të re dashurie. Dhe mund të ketë qenë pikërisht shoku ose shoqja juaj, që dikur mund të keni qenë afër bashkë për çdo gjë, e keni bërë gjithçka bashkë, gjatë gjithë kohës keni mbështetur njëri tjetrin në çdo gjë. Në momentin që ju keni filluar këtë lidhjen e re dhe jeni mirë në lidhje, jeni të konsoliduar, jeni rehat me këtë raport, sigurisht gjërat janë raporti është shkëputur, nuk i dedikoni shokut ose shoqes aq kohë sa i dedikoni partnerit ose partneres. Dhe kjo ka kaluar në xhelozi që ti nuk më do më mua, ti shpenzon më shumë kohë me partnerin tënd ose partneren tënde, i ke lënë të gjitha mbasdore të tjera. Dhe kjo xhelozi, ky inat për ndryshimin e situatës, sepse shoku ose shoqja mund të vazhdojë të jetë single, do të dalë më shumë, ndërkohë që ju tani jeni më të fokusuar në ndërtimin e kësaj marrëdhënie. Pra ai shoku ose shoqja tani i dashur ose dashur është bërë shoku shoqja juaj në këtë moment, jo më personi nga e shkuara. Tash ky është një mesazh specifik që shikoj për disa nga ju, për të tjerë në javën e tretë sidomos, shikoj që ju keni mbështetje, shumë keni mbështetje, keni dashuri rreth jush, pra keni njerëz plot që ju duan të mirën, sidomos në veçanti shoh një person që ka energji të fortë ujë luan. Mund të ketë shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Gafore, në Akrep ose në Peshk. Ky person gjithmonë të ka këshilluar për mirë, ky person gjithmonë të ka qëndruar afër, ky person gjithmonë të do të mirën dhe do të bëj gjithçka, pra është krah për ty në çdo situatë, në çdo rrethanë, dhe ky person mund të ketë thënë për këtë personin e familjes apo për këtë personin që është ka qenë pjesë e shoqërisë tënde që bëj kujdes, sepse ka xhelozi, ka inat, ka lakmi ndaj teje dhe nuk ka ndjenja të sinqerta. Megjithatë ju shoh shumë mirë, me shumë mbështetje. Mund të jetë personi me cilin ju jeni në lidhje, nëse jeni në lidhje me dikë që ka energji të fortë ujë, ose mund të jetë babai apo figura e një mashkulli të fuqishëm, me një mashkull të rëndësishëm në jetën tuaj, dikur që është edhe në një moshë të caktuar, që ju e shikoni me shumë respekt edhe me shumë vlerësim, dhe mbi të gjitha një person që ka inteligjencë të lartë emocionale. Për çdo situatë kur e bisedoni, e diskutoni me këtë person, ditë ju orientoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Java e fundit e dhjetorit, luan, do t'jetë një javë fantastike, do jetë një javë ku ju do ndjeni të çliruar, ju shikoj shumë entuziast për vitin e ardhshëm. Thash, keni hequr një barë nga vetja juaj, keni hequr diçka që ju ka bllokuar, diçka që ju ka lodhur, që ju ka stresuar, e ndjeni të lirë, ndjeni të çliruar, ndjeni tamam sikur po fillon një kapitull i ri në jetën tuaj, ku mund të jeni vetvetja, kur nuk keni frikë nga paragjykimet e të tjerëve, nga opinionet e të tjerëve, apo nga fjalët e këtij personi, jeni shumë të çlirët me veten. Shikoj një periudhë ku do dilni, do argëtoheni në javën e fundit, keni disa plane, disa ëndra për disa synime për 2026 që doni të realizoni, do të filloni me një, ndoshta edhe pak disa për jush me naivitet, po naiviteti është shumë i mirë kur ti beson tek vetja jote, kur thua asgjë nuk do më shkoj keq, gjithçka do më shkoj mirë, gjithçka do eci mbar, gjithçka do jetë
më e mirë, do jetë viti më i mbar, më i favorshëm për mua, pra kur e nis me këtë ide, me këtë mënyrë optimiste, me kaq shumë energji pozitive, impakti është gjithmonë për mirë. Prandaj dikush mund t'ju se jashtëmi mund t'ju shikoj pak që me sa naivitet e shikon jetën, po kjo është një mënyrë shumë e mirë, sepse lidhet direkt me ligjin e atraksionit. Ashtu siç ti e shikon, ashtu siç ti e mendon jetën, ashtu siç ti flet, ashtu edhe jeta të bëhet. Pra kur mendon mirë, pozitivisht gjithmonë tërheq mirësi në jetën tënde. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe romancës, mesazhi për ju më thot friendship, misia, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Kjo është shumë e vërtet. Çelësi dhe suksesi i një marrëdhënie të gjatë, një marrëdhënie të shëndetshme të gjatë, është miqësia, është lidhja që dy persona, përveç pjesës së tërheqjes fizike, atraksionit, lidhjes që dy persona mund të kenë nga kimia që kanë, apo gjërat që mund të lidhin më vonë, i lidhin fëmijët, i lidhin pronat, gjërat e tjera, mbi të gjitha e rëndësishme është që të dy ta pëlqejnë njëri tjetrin si shok, të kenë një raport shoqëror shumë të mirë me njëri tjetrin. Dhe nëse të ndodh që ti mund të shpenzosh kohë me partnerin ose partneren tënde, me orë të tëra, flisni, qeshni, ja kaloni shumë mirë bashkë dhe nuk keni nevojë për njerëz të tjerë, ajo është një shenjë shumë e mirë dhe tregon që jeni në një raport të shëndetshëm. Nëse ju duhen gjithmonë njerëz të tjerë, duhet të dilni gjithmonë me shoqëri, me një grup njerëzish, gjithmonë me njerëz rreth rrotull që t'ja kaloni mirë, do thotë që ju të dy duhet punoni akoma më shumë tek pjesa e raportit të shoqërisë. Është tjetër gjë ta duash dikë, të kesh një tërheqje fizike, të kesh kimi ndaj dikujt, dhe është tjetër gjë ta pëlqesh dikë, ta pëlqesh si njeri. Pra mund të pyesni veten, nëse unë këtë person nuk do ta kisha partner ose partnere, a do e zgjidhja si shok ose si shoqe që doja kaloja mirë, do ishte personi i duhur që unë do qeshja, doja ta kisha në jetën time edhe si shok ose si shoqe. Pra mendoni për këtë gjë dhe kush është në një situatë të tillë, mos lejoni që njerëzit së jashtmi t'ju bëjnë të ndiheni fajtor, t'ju bëjnë të ndiheni tani ti u lidhe apo krijove je me këtë person dhe ti nuk do t'ja dish më për shoqërinë, ti nuk do të dalësh më, ti nuk do të merresh më me askënd tjetër, je mbyllur, je fokusuar vetëm te ky person. Mos lejo askënd së jashtmi të bëj të ndihesh keq, sepse lidhja e parë dhe më e rëndësishme, sidomos kur është një marrëdhënie që është drejt konsolidimit apo është një marrëdhënie konsoliduar, është raporti që ti ke me partnerin ose me partneren. Marrëdhëniet e tjera janë marrëdhënie dytësore. Okay? Pra ktheni fokusin tek friendship. Gjithashtu, edhe për ata luan që janë single, nëse jeni vetëm, sepse është zgjedhja juaj, keni mbyllur një marrëdhënie e cila nuk ka qenë e mirë për ju dhe keni një person afër jush, një shok ose një shoqe që gjithmonë ndjeni mirë, flisni, jeni afër me njëri tjetrin për gjithçka, shikoni sepse dashuria mund të jetë shumë afër jush, ti e kërkon tek njerëzit e tjerë, ndërkohë që e ke afër, e ke tek shoku ose tek shoqja që flet çdo ditë, që ndani kohë bashkë, që keni vite që njiheni, mund keni qenë në shkollë bashkë, mund ketë shumë gjëra që ju lidhin. Ndoshta ky person është vërtet dashuria jote e madhe dhe ti po e kërkon shumë larg, kështu që ktheni fokusin afër vetes tuaj. Okej, Luan, kjo është gjithçka që shikoj për ju për muajin dhjetor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Ju uroj gëzuar festat e fundvitit, uroj ta kaloni sa më bukur me familjen, me personat e dashur. Ju uroj të gjithëve shëndet, fat, lumturi, dashuri dhe begati për ju dhe për familjet tuaja. Dhe bashkë do dëgjohemi në parashikimet vjetore të 2026-s. Gjithë të mirat, mirupafshim.